fatkeqësisht po, edhe kjo e tregon tryeza. E tregon tryeza sepse janë rektorët e universitetit që duhet ta thrasin Ramën dhe ministrin e arsimit në takim. Nuk duhet jetë Rama dhe ministri i arsimit, e cila ka qenë ish ministri i arsimit Ogerta Manastirliu, me që nësera fjala është e akuzuar për plagjatur, pra një individ në krye të Ministrisë e Arsimit, ka qenë për vite me radhë, ndërkohë që ka bërë vjedhje, është vjedhje akademike, dhe tani ajo do drejtoj krerët e rektorëve në Shqipëri. Nuk kanë çfarë bëjnë rektorë, domethënë edhe sigurisht që kanë shumë çfarë të bëjnë, por po them kur kryeministri e vendos veten në kryetarin e shkencës në Republikën e vendit me ligjin e ri të shkencës, po e kanë fjalën që të gjithë ndodhen të ftesa të parë të vendit. Po them dhe një element tjetër, pse nuk e refuzojnë dot, është sepse për shkak të asaj që u përmend pak më parë, financat. Po thuaj se të gjitha universitetet e vendit i kontrollon me financë Ministria e Arsimit. Edhe sigurisht që ato e kanë të varur jetën e përditshme të tyre te mënyra se si antarët e bordit që përcaktohen nga Ministria e Arsimit votojnë për mënyra të ndryshme të jetës. Dhe ne kemi parë që në disa raste nuk kanë munguar luftrat, le të themi shembujt që kanë bërë Ministria e Arsimit për ata rektorë të cilët nuk kanë përmendur, le të themi, vijen e politikës. Dhe unë mendoj që janë të politizuar në këtë kuptim dhe do duhet që edhe ata të mbajnë barën e peshës së kryqit që duhet ta mbajë gjithsecili kur bëhet fjalë për luftën e një vendi për më shumë standarde dhe aspirata. Askush nuk është i çmontuar dhe i çliruar nga përgjegjësia e tyre. Dhe sigurisht që kush është rektori bie bara dhe pesha më e madhe. Dy mënyra ka, ose janë të politizuar ose të kapur peng nga një qeveri. Në të dyja rastet, sigurisht që janë fajtor për sa kohë që ndrojnë në krye të universiteteve. Sepse mundet në çdo moment të japin dorëheqjen. Edhe për diçka të vogël, për një saktësi. Do mbaj familjen me bukë ai rektori, një rektor merr në qafë një shoqëri të tërë. Nuk flitet për vendim. Po mendoj për bukën edhe dikush që është kreu i akademisë. Po nuk mund ta japi dot dikush dorëheqjen pa siguruar më pas një vend tjetër pune. Tash flasim atë që është. Unë nuk mendoj se ne mund ta derivojmë dhe ta abstragojmë dhe ta zvoglojmë bisedën dhe aspiratën e një vendit tek porcioni bukës që duhet Nuk mendoj që ka guxim një person që të thojë pa mund të flasim në gjykimin tim, paktën ajo që unë kam arritur, pjesa më e madhe, kam arritur të dalë në konkluzionin që këtu kanë frikë ose i pengon diçka më e madhe që ta ngrenë zërin për një padrejtësi, se njëri thotë s'ka që më duhet mua, tjetëri thotë s'ka që më duhet mua. Po kjo është autocensurim. Unë nuk mendoj se ka, do me thënë sigurisht që ka censur, po ka dhe autocensur, ose kur elitat vjen në shërbim, edhe për shkak të një presioni. Por me gjitha të, unë mendoj që kjo nuk është e tolerueshme, sepse të gjithë në një farë mënyrë, edhe ne që jemi këtu, nuk kemi bërë kompromiset të cilat do të na çonin diku në ca pozicione shumë më komode dhe shumë më të mira. Pra nëse një vend do zhvendos fatet e tij, do duhet të mendoj për te i bukës së nesërme dhe së interesit të vogël. Se në fund të ditës, Miguel, pra nuk e shikoj pjesa më e madhe në Shqipëri. Po jam dakord me ty, unë që kështu e shikoj. Pra e bëjmë punën thjesht. Po jam dakord, po kush ne këtë kemi mundësi të bëjmë apelin që të mos e shikojnë kështu. Po pa diskutim me sepse nëse e shikojnë kështu, i gjithë vendi do të vuaj. Dhe fëmijët e tyre do të vuajnë. Janë shumë pak profesor, pedagog që e ngren zërin për padrejtësi, një ndërto më vjen emri i profesor Lushit, që ka ardhur dhe në protestat e qendresës, pra vetëm ai. Po ka disa të sindikata të pedagogëve që janë shprehur, ka disa në rrethe që janë shprehur, po nuk i kalojnë gishtat e duarve. Ja të themi të vërtetën. A mund ta bëjmë ne kaq pak ndryshimin? Shiko, të themi të vërtetën nuk di të them këtë. Unë di të them që gjithsecili në shoqëri ka barën për të sjellë ndryshimin në atë pozicion ku ai shërben. Nëse nuk e bën, shikojeni si çfarë po ndodh me drejtësinë. 15 individ të cilët vendosin ta bëjnë punën e tyre si duhet, duke respektuar ligjin, dhe kanë zhvendosur tërë hapësirën publike të vendit tonë dhe kanë tronditur gjithë hapësirën politike të vendit tonë. Sepse po këtë pa po bëjmë thirrjen e tani, ne këtë kaq mund të bëjmë. Unë e kuptoj që janë zvogëluar sa për të fituar bukën e gojës, po drejt që e mori një njeri i cili është taksimuar, ka kryer kërkime shkencore dhe ka bërë kontribut në këtë shoqëri, ta zvogëloj kontributin e tij në një shoqëri me pretendimin se nuk mund të bëjë gjë
sepse po me heqin bukën e gojës, atëherë më falë, po ne kemi hak këto standarde që kemi pasaj, dhe unë mendoj që nëse ka një arsye, ose nëse ka një mënyrë që ne mund t'i zhvendosim fatet tona, është që secili të marrë barën e peshës së përgjegjësisë që ka. Nëse nuk e marrim dhe nëse e neglizhojmë, ta gëzojmë hapësirën dhe situatën ku ne jemi. Ne në Fakultetin e Shkencave Sociale, ku unë kam studiuar, kemi rastin e pedagogëve të cilët janë shkarkuar nga detyra si pedagog pikërisht vetëm se kanë protestuar. Dhe pedagogu më shumë ka humbur shoqëria se sa ka humbur pedagogu. Pra në këtë drejtim, ne sot po humbim më shumë duke pas krerër në universitetet të kapur peng ose që janë të politizuar, se sa duke dhënë ndërheqjen e tyre dhe duke punuar punëra të cilat ata mund t'i bëjnë, sepse nuk diskutohet për bukën e gojës. Një rektor nuk diskuton bukën e gojës, sepse është një profesionist. Po dhe ne diskuton më ta diskutoj. Është një person i cili ka mbaruar. Po edhe nëse diskuton më ta diskutoj bukën e gojës, tani buka e gojës pa dinjitet, unë nuk e di nëse vlen edhe të jetë e tillë. Sidomos në masën e krerëve të universiteteve. Sidomos nëse diskutohet buka e gojës, ta diskutojmë bukën e gojës. Por në këtë vend, shiko, në këtë vend, 100 vite më përpara ka pasur individ të cilët kanë dhënë jetën për mirëqenien që ne kemi sot. Pra ka pasur individ të cilët i kanë pasur sarajet në këtë vend, kanë pasur pasuri, kanë pasur prestigj, kanë pasur respekt ndërkombëtar dhe i kanë shkrirë të tëra për aspiratën e këtij kombi. Tani, kur ne në historinë tonë kemi individ të cilët kur askush nuk interesoi për arsimin, kanë pasur disa njerëz të cilët kanë situr shtëpinë për të bërë shkollë, kanë pasur individ të pasur të cilët nga pasuria e tyre kanë bërë spitale, kanë bërë biblioteka, kanë bërë libra. Tani, ne duhet i thrasim kësaj pjese të shoqërisë për ta intensifikuar luftën ndaj të keqes, ndaj kësaj statu quo-je që dukshëm është bërë normalitet në vendin tonë. Dhe e keqja ndërton sisteme, pra ne kur flasim për botën akademike, mos kujtoni se të gjithë akademikët edhe pedagogët sot janë ai puritani i cili është thjesht i heshtur se ka presion. Një pjesë e tyre, e mirë e tyre janë pjesë e së keqes në kuptimin që kanë bërë plagjaturën, kanë marrë vendin e punës të pamerituar, kalojnë studentë në mënyrë të pamerituar, shesin dhe blenë notën edhe problemi është që ky është model dhe ngritën në kryet kriminalizuar. Në kryet institucioneve. Pak janë ata të cilët kanë ngelur, po atyre pak ju sakrifica e pakicës intelektuale do duhet që ta zhvendos fatet e vendit tonë. Nuk e di se çfarë mendon Ana për këtë gjë. Për protestat. Edhe për këtë pakicën që e ngre zërin gjithmonë. Po, unë do të thoya që protestat janë një aspekt pozitiv, janë një drejtë qytetare, pra që çdo kush të protestojë për gjërat pra që ne nuk i shikojmë të duhura apo që duham që të ndryshojmë në shoqërinë tonë, pra dhe nëse ne nuk ngrejmë zërin, pra të kërkojmë të drejtat tona, të kërkojmë atë çka duhet bërë për më mirë për vendin tonë dhe sigurisht që dhe për arsimin, që ka një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin e shoqërisë, atëherë thjesht këto që ne diskutuam sot mbeten vetëm thjesht projekte apo ligje në letër, të pazbatuara, të pazhvilluara dhe shoqëria nuk ecën përpara, por mbetet aty ku është. Ndërsa për sa i përket pjesës së akademikëve, jam dakord me parafolësit, unë mendoj që arsimi duhet të jetë komplet ose totalisht pra i depolitizuar dhe ata që janë profesorët, akademikët, apo të cilët mund të japin më të mirën këtij vendi, pra duhet patjetër që mos të kenë asnjë lidhje me partitë politike apo me politikën në tërësi. Pra duhet jenë më të përshëndruar. Po edhe nëse kanë lidhje, të paktën të kenë mundësi të sjellin vlera brenda strukturave të tyre politike, sepse politika në vetvete nuk është herezi, në kuptimin që të shkëputen nga politika. Jo të shkëputen, po nga ajo çka ju diskutuat. Ne duhet që të jenë përballë politikës në kuptimin e kritikës edhe e kontributit konstruktiv që ta përmirësojnë botën politike. Po ne universitetet bëjnë zgjedhje dhe i bëjnë më keq se sa politika. Në imagjino tani nuk po bëjnë zgjedhje. Gjithsesi, ne duhet i përgëzojmë ata pedagog apo atë rektor që kanë ngritur zërin për të mirën e këtij populli dhe sigurisht çdo kujt i bëjmë thirrje që ta ngrijë zërin dhe të mos lejojë që të mbizotërojë padrejtësia. Jemi drejt fundit dhe unë duhet t'ju falenderoj të gjithëve që ishit me mua, Migene dhe Emiliano ju falenderoj
edhe për zërin që keni ngritur gjatë gjithë kohës për studentët, pasi sigurisht protestat janë një drejtë demokratike dhe po mos ngrihet zëri nuk do kishte edhe përmirësime. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Faleminderit dhe ju shikues të nderuar që qëndruat në Ora News në Epicëndër, ju vijoni qëndroni në shoqërinë e ekranit tonë.